Po sigurisht që ka nevojë ky proces i mbrëmshëm zgjedhor i Partisë Demokratike është një proces gjithëpërfshirës që përfshin të strukturën tonë nga nëndegët e deri pastaj tek zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike. Sigurisht që ka nevojë për rifreskim, mirë po edhe për të arritur konsolidimin në duart të Partisë Demokratike. Po shpresojmë shumë që procesi i nhak të përfundojë në fund të muajit prill dhe që qëllimtarët tonë të kthehen fitimtar në Kosovë dhe pastaj të gjitha proceset e tjera të brendshme të Partisë Demokratike edhe do të jenë me të lehta, por edhe do të jenë në dobi të drejtë të qytetarëve të Republikës Kosovë. Patjetër, sepse mandati i kryetarit është deri në zgjedhjen e komentit së re. Unë nuk jam i mendimit që zoti Haradinaj të mos zgjidhet prap, sepse çfarë do figure tjetër nuk mendoj që mund të bëjnë ndonjë ndryshim më thellë në elektorat, sepse elektorati jonë i Aleancës për Armërinë e Kosovës është fanatik i figurës së zotit Haradinaj dhe në këtë drejtim ne do të kemi një proces pa marrë parasysh nëse ka të interesuar të kandidojnë për të marrë leadershipin, është kuvendi që me votën e tyre mund ta zgjedhë. Në qoftë se është kjo e fundit, do të në qoftë se bëhen zgjedhjet për hir të grupimeve, atëherë jo që i sjell diçka partisë, por ndoshta mund edhe ta dëmtoj. Por në qoftë se e kanë seriozisht, nuk për shkak se e dim se TPDK-ja ka degë cilat kanë qenë jashtëzakonisht forta, por tani janë inekzistente. Kemi raste ku njerëzit thjesht janë pasivizuar apo janë tërhequr tërësisht. Dhe në qoftë se partia është e interesuar dhe e ka seriozisht që të ofroj kapacitete dhe me ato kapacitete të ofroj edhe të shihet si alternativë, atëherë po. Por nëse është vetëm për t'i rehatuar grupimet e caktuara, nuk e besoj që i bën diçka mirë Partisë Demokratike. Tash a ka nevojë edhe leadershipi, që tash në varet gjithmonë duhet shihet rezultati i zgjedhjeve, dhe ajo është matësi kryesor për një parti. Dhe në qoftë se nuk është arritur rezultati i cili është dashur të arrihet, në qoftë se nuk ka brenda partisë elan, në qoftë se partia nuk ka arrit që të artikuloj dhe të përçoj mesazhet të qytetarit, e që bëhet përmes liderit të partisë, atëherë pse jo?